nga Las Vegasi në të ardhmen. Çfarë duhet të mësoj rinia shqiptare nga AI for 2026? Midis mira pjesëmarrësve ndodhen dhe profesionistë shqiptarë që punojnë në kompanitë më prestigjioze të botës. Njëri prej tyre është Agon Vuniqi, software engineer në Bloomberg Industry Group, i cili merr pjesë në AI for 2026. Kjo nuk është vetëm krenari familjare, thot babai i tij, Agim Vuniqi, është dëshmia se rinia shqiptare mund të konkurrojnë në nivelin e lartë ndërkombëtar, kur ka arsim cilësor, disiplinë dhe mundësi. Las Vegasi njihet si kryeqyteti botëror i argëtimit, po këtë javë ai është shndruar në kryeqytetin botëror të inteligjencës artificiale në sallat e The Venetian. Mira studiues, inxhinier, sipërmarrës, drejtues kompanisë dhe investitor nuk janë mbledhur për të diskutuar fantashkencën, por ekonominë e së nesërmes. Ata nuk po pyesin nëse inteligjenca artificiale do ndryshojë botën, ata po ndërtojnë mënyrën se si ajo do ta ndryshojë. Në këtë konferencë nuk prezantohen vetëm ide, prezantohen teknologji që brenda pak vitesh do ndikojnë shëndetësinë, financat, arsimin, industrinë, transportin, administratën publike dhe sigurinë kombëtare. Shtetet që sot investojnë në dije do të jenë eksportues të teknologjisë, të tjera do mbeten importues të saj, dhe për ne shqiptarët ka dhe një arsye tjetër për të ndjekur këtë konferencë. Midis mira pjesëmarrëse ndodhen profesionistë shqiptarë që punojnë në kompanitë prestigjioze të botës. Njëri prej tyre është edhe djali im, thot Agimi, Agon Vuniqi, software engineer në Bloomberg Industry Group, i cili merr pjesë në AI for 2026. Kjo nuk është vetëm krenari familjare, është dëshmi se rinia shqiptare mund të konkurrojnë në nivelin më të lartë ndërkombëtar.